Të shtunën me 24 janar, RTS Korça do të transmetojë drejt për drejt ndeshjen mes Besës dhe Skënderbeut, e cila do të luhet në stadiumin e Luzit duke nisur nga ora 13:30. Ky takim është i vlefshëm për javën e 19 të kategorisë së parë dhe pritet me interes të madh nga tifozët e të dyja skuadrave. Skënderbeu vjen në këtë përballje nga një moment pozitiv, duke treguar stabilitet në javët e fundit dhe duke synuar të mbajë ritmin në zonën e kreut të renditjes. Korçarët kërkojnë vazhdimsi në rezultate dhe një hap tjetër të sigurt drejt objektivave të sezonit. Nga ana tjetër, Besa ndodhet në kërkim të pikëve të rëndësishme teksa lufton për të përmirësuar pozitat në renditje. Skuadra kavajase do të mbështetet tek faktori fushë dhe te mbështetja e tifozëve për të ndalur një kundërshtar të fortë si Skënderbeu. Përballjet mes dy skuadrave kanë prodhuar gjithmonë emocione dhe rivalitet sportiv, çka e bën dhe këtë takim mjaft të luftuar. Të dy trajnerët kanë përgatitur skuadrat e tyre maksimalisht, ndërsa pritet një ndeshje e hapur dhe me ritëm. RTS Korça do t'u sjellë teleshikuesve çdo moment të kësaj sfide të rëndësishme me transmetim të drejtë për drejtë, komente dhe analiza nga Luzi i Kavajës.